viti i ri për secilën prej nesh është një moment shumë personal. Disa e presin me gëzim, disa me shpresë, disa me frikë, e disa thjesht duke uruar që viti i ri të jetë më i mirë se ai që po ikën. Të gjithë kemi diçka të përbashkët në atë natë, një dëshirë në mendje dhe një shpresë në zemër që gjërat na ecin më mirë. Sot do t'i kalojmë me radhë ritualet dhe besytnitë që shqiptarët i bëjnë për vitin e ri. Disa prej tyre i bën edhe ti pa e kuptuar, disa ndoshta i ke dëgjuar vetëm nga gjyshja, dhe disa të tjera mund të duken të çuditshme, por të gjitha kanë një mesazh të njëjtë, fillimin e ri dhe shpresën për një vit më të mbar. Dhe në fund të videos, dua patjetër të më shkruani në komente, çfarë rituali bëni ju çdo vit të ri për fat të mirë? A keni në një zakon që e keni trashëguar nga familja? Tani le të fillojmë me të parat. Një nga gjërat më të rëndësishme sapo ora shënon 12 është mënyra si hyn në shtëpi. Sipas besimit popullor, dera duhet kaluar me këmbën e djathtë. E djathta lidhet me fatin, mbarsinë dhe rrugën e mirë. E majta konsiderohet ters. Prandaj shumë njerëz ndalojnë për një moment në prag dhe e mendojnë mirë se cilën këmbë po hedhin të parën. Madje në disa familje, i zoti i shtëpisë del jashtë dhe hyn veti pari, vetëm për të qenë i sigurt që fati i shtëpisë nuk merret nga dikush tjetër. Pas kësaj vjen një besytni shumë e njohur, vizitori i parë. Në shumë familje shqiptare besohet se personi i parë që hyn në shtëpi me një anar është shumë i rëndësishëm për gjithë vitin. Duhet të jetë një njeri i mirë, me zemër të bardhë, me energji pozitive dhe zakonisht mashkull. Ati i jepen në dorë bukë, fruta ose një qëri i ndezur. Në momentin që ai hyn, të gjithë besojnë se po hyn edhe fati bashkë me të. Disa thonë se nëse hyn një burr i fortë e i shëndetshëm, shtëpia do të ketë shkëndi force gjithë vitin. Një tjetër zakon që pothuajse të gjithë e zbatojnë është pastrimi i shtëpisë para vitit të ri. Ditë më parë lahen dritaret, pastrohen qoqet, rregullohen dollapët, hidhen gjërat e vjetra. Kjo bëhet për të hequr mbi vete energjinë e vitit të shkuar, por ekziston një rregull shumë i fortë. Më ngi anar, nuk duhet të pastrosh. Nuk duhet të lash rroba, nuk duhet të fshish dyshemen dhe nuk duhet të hedhësh plehra. Thuhet se ashtu si hedh papastërtit, ashtu hedh edhe fatin. Pastaj vjen një nga besimet më të forta që lidhet me paratë. Para vitit të ri shumë njerëz përpiqen patjetër të shlyejnë çdo gorxh, sepse sipas besytnisë, nëse hyn në vit me borxhe, gjithë viti do të shkojë duke paguar dhe jo vetëm kaq, por dhe portfoli duhet të ketë para brenda. Disa fusin qëllimisht monedha në xhepa, disa i vendosin nën tapet, disa i mbajnë në dorë në momentin e mesnatës, duke urruar që paratë të shtohen gjithë vitin. Një ritual shumë interesant dhe i dashur për fëmijët është monedha e fshehur në byrek ose bukë. Gjatë përgatitjes së darkës, në një copë byreku hidhet një lek i vogël. Kur byreku ndahet, ai që e gjen monedhën konsiderohet njeriu më me fat i shtëpisë për atë vit. Disa thonë se ai do të ketë para, disa se do të ketë shëndet, disa se do i realizohen dëshirat më shpejt. Ndërsa ora afrohet drejt mesnatës, shumë njerëz mbyllin zyt për pak sekonda dhe bëjnë një dëshirë. Një dëshirë që nuk i thuhet askujt, sepse besohet se në këto moment, kufiri mes viteve është i hapur dhe gjithçka që mendon ka më shumë fuqi për t'u realizuar. Menjëherë pas kësaj, shumë çifte shkëmbejnë një puthje. Thuhet se puthja e mesnatës mban të gjallë dashurinë dhe e mbron marrëdhënien gjatë gjithë vitit. Dita e parë e vitit të ri ka një peshë shumë të madhe edhe për sjelljen. Shumë njerëz besojnë se ashtu si sillesh me një anam, ashtu do të shkojë gjithë viti. Prandaj përpiqen të mos zihen, të mos ankohen, të mos flasin keq. Edhe për fëmijët kjo ditë trajtohet me shumë kujdes, që të mos qajnë dhe të jenë sa më të qetë, sepse lotët në ditën e parë konsiderohen shenjë për një vit me trishtim. Ushqimi në tryezë nuk është asnjëherë rastësor. Shumë familje gatuajnë ushqime që shtohen gjatë gatimit, si thjerreza, fasule apo oriz. Ideja është shumë e thjeshtë. Ashtu si shtohen kokrat në tenxhere, ashtu të shtohet edhe pasuria në shtëpi. Në tryezë nuk mungon shega, që simbolizon pasurinë, pjellërinë dhe bollokun, dhe rrushi, që përfaqëson mbarsinë për çdo muaj të vitit. Një tjetër zakon shumë i bukur është që tavolina e vitit të ri të mos hiqet menjëherë. Pas mesnatës, pjatat lihen të mbushura, buka mbetet në tryezë, ëmbëlsirat nuk preken. Besohet se ashtu si le tryezën të pasur, ashtu do ta kesh edhe gjithë vitin, pa mungesa dhe pa varfëri. Edhe veshja lidhet ngushtë me fatin. Shumë njerëz blejnë rroba të reja për vitin e ri si shenjë një fillimi të ri.
Por mbi të gjitha, shumë gra dhe vajza zgjedhin patjetër të veshin të brëndshme të kuqe. Ngjyra e kuqe sipas besimit të sjell dashuri, pasion dhe energji të fortë, dhe sa më e kuqe dhe sa më e bukur të jetë veshja në mesnat, aq më i fortë konsiderohet fati për vitin që vjen. Një nga ritualet që shumë njerëz e bojnë pothuajse pa e kuptuar, është hapja e dritareve dhe dyerve pak para ose sapo të hyjë viti i ri. Besimi thotë se në atë moment duhet të dalë viti vjetër bashkë me gjithë energjitë e këqija që ka lënë pas, dhe në shtëpi të hyjë ajri i ri, fati i ri dhe fillimi i ri. Disa e shoqërojnë këtë moment edhe me zhurmë, fishek zjarr, zhurmë tenxheresh apo duar trokitje, vetëm që e keqja të largohet sa më shpejt. Një tjetër rregull shumë i fortë për ditën e parë të vitit të ri është që të mos japësh asgjë borxh, as krip, as bukë, as sheqer, as para. Nëse dikush të kërkon diçka me 1 janar, shumë njerëz refuzojnë me mirësjellje, sepse besohet se nëse jep diçka nga shtëpia atë ditë, do ta nxjerrësh edhe pasurinë nga shtëpia gjatë gjithë vitit. Po ashtu, asgjë nuk duhet nxjerr jashtë, as qese plerash, as rroba, as sende të vjetra. Një bestytni tjetër shumë e përhapur është që në 1 janar nuk duhet të punosh. Nuk lahen rroba, nuk fshihen dyshëllet, nuk bëhen punë të rënda në shtëpi dhe as në ar. Kjo ditë është për pushim, për familje dhe për qetësi. Besohet se nëse punon me 1 janar, do të lodhesh gjithë vitin. Prandaj shumë njerëz, të nesërmen e vitit të ri, e kalojnë duke ndenjur në shtëpi, duke parë televizor dhe duke vizituar të afërmit. Lotët janë absolutisht të ndaluar sipas bestytnive. Nëse qanë me 1 janar, thuhet se gjithë viti do të jetë i mbushur me mërzi, prandaj të gjithë përpiqen të jenë sa më të gëzuar. Edhe nëse ka ndonjë problem, atë ditë nuk flitet për halle. Edhe fëmijëve u thuhet mos qaj sot se do qash gjithë vitin, një fjali që shumë prej nesh e kemi dëgjuar që të vegjël. Një ritual shumë simbolik që bëhet në disa zona është goditja e bukës në mur ose në derë. Merret një copë bukë dhe përplaset lehtë në mure ose pranë derës së shtëpisë. Besohet se zhurma trem shpirtrat e këqinj dhe largon fatin e keq nga shtëpia. Ky zakon vjen nga kohë shumë të vjetra dhe lidhet me idenë se buka është simboli i jetës dhe i mbrojtjes. Në disa familje, sidomos në zona tradicionale, ekziston edhe zakoni i ecjes 7 herë rreth shtëpisë ose oborrit në prag të vitit të ri. Numri 7 konsiderohet numër magjik dhe mbrojtës. Thuhet se kjo ecje pastron shtëpinë nga energjitë negative dhe përgatit terrenin për një vit më të qetë dhe më të bekat. Një tjetër element shumë interesant janë qirinjt. Shumë njerëz ndezin qirinj në momentin e ndërrimit të vitit. Qiriu i bardh simbolizon pastrim dhe fillim të ri. Qiriu i kuq lidhet me dashurinë dhe pasionin. Qiriu i jeshil lidhet me parat dhe rritjen financiare. Ka njerëz që i mbajnë qirinj të ndezur derisa të digjen vet, duke besuar se dëshirat e tyre do të plotësohen. Një zakon shumë i përhapur, sidomos te të rinjt, është valixha bosh. Disa njerëz mbajnë një valixhe bosh pranë derës ose bëjnë disa xhiro nëpër shtëpi me valixhe në dorë sapo hyn viti i ri. Besohet se ky ritual sjell udhëtime gjatë vitit dhe hap mundësi për të parë vende të reja dhe për të ndryshuar jetën. Magazina e mbushur është një tjetër simbol i fortë i bollëkut. Shumë familje sigurohen që dollapët të jenë plot me ushqime, që në shtëpi të ketë sheqer, miell, vaj, oriz, makarona dhe gjithçka e nevojshme. Kjo bëhet që viti i ri të mos hyjë me mungesa. Ideja është e thjeshtë. Nëse shtëpia është e mbushur në fillim të vitit, asgjë nuk do të mungojë gjatë tij. Ngjyrat kanë gjithashtu një kuptim të veçantë. Përveç të kuqes që lidhet me dashurinë, shumë njerëz zgjedhin të bardhën si simbol i pastërtisë dhe paqes. Të tjerë zgjedhin të artën, që përfaqëson pasurinë dhe suksesin financiar. Ka edhe nga ata që kombinojnë disa ngjyra njëherësh, thjesht për të thyer monotoninë dhe për ta bërë natën sa më festive. Një ritual tjetër që lidhet drejt për drejt me parat është hedhja e monedhave në dysheme ose në obor sapo hyn viti i ri. Zëri i monedhave konsiderohet si thirrje për pasurinë. Disa i lën ato monedha aty deri ditën tjetër, të tjerë i mbledhin dhe i ruajnë si para fati. Edhe flokët dhe thonjt kanë lidhje me bestytnit. Shumë njerëz i presin flokët para përfundimit të vitit, duke besuar se po heqin nga vetja energjinë e vjetër, por me 1 janar nuk duhet i presësh, sepse thuhet se do të shkurtosh fatin dhe shëndetin për gjithë vitin. Në disa familje thuhet se nuk duhet të flesh me njëherë pas mesnate, duhet të qëndrosh zgjuar, të presësh vitin dhe ta shijosh momentin, sepse kuptohet si mungesë respekti ndaj fatit që po hyn në shtëpi.
Prandaj shumë njerëz rrinë zgjuar deri në orët e para të mëngjesit. Ka edhe nga ata që pinë një gotë ujë sapo hyn viti i ri, si simboli i pastrimit brendshëm dhe i fillimit të ri, ndërsa të tjerë ndezin një duhan jo thjesht për zakon, por sepse sipas tyre tymi largon energjitë negative. Tani dua patjetër të di edhe mendimin tuaj. Cilin nga këto rituale e bëni ju çdo vit të ri? Apo mos vallë keni një zakon të veçantë që nuk e përmenda në video? Shkruajeni poshtë në komente, sepse jam shumë kurioz të lexoj traditat tuaja. Dhe mos harroni, nëse ju pëlqeu kjo video, më ndihmoni shumë duke bërë like, subscribe dhe duke aktivizuar zilen që të mos humbisni videot e tjera që po vinë. Faleminderit që më dëgjuat deri në fund dhe uroj nga zemra që viti i ri të ju sjellë shëndet, lumturi, dashuri dhe shumë fat. Gëzuar vitin e ri dhe shihemi në videon tjetër.